Gjykata kushtetuese ka vendosur të rrëzojë kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për shfuqëzimin e masës së sigurisë arrest me burg përmes një njoftimi zyrtar pas seancës. Gjykata bëri me dije se masa e sigurisë ndaj tij mbetet në fuqi, duke konfirmuar kështu vendimet e mëparshme të treja shkallëve të gjyqësorit GKK-s, apelit të posaçëm si dhe gjykatës së lartë. Gjykata kushtetuese analizoi pretendimet e mbrojtjes së Metës në 3 pika kyçe. Gjykata çmoi me shumicë votar se ekzistojnë fakte dhe informacione të mjaftueshme që bindin një vëzhgues të jashtëm se Meta mund të ketë kryer veprat penale për të cilat dyshohet. Masa e sigurimit u vlerësua si e lishme dhe proporcionale me nevojat e procesit penal. Lidhur me pretendimet e Metës për trajtim çnjerëzor gjatë arrestimit të tij në 21 tetor 2024, gjykata nuk u shpreh. Ajo argumentoi se meqense kërkuesi ka hapur tashmë një kallëzim penal për kryerjen e veprimeve arbitrare, bazuar në nenin 250 të kodit penal, duhet pritur vendimi i gjykatave të zakonshme para se kushtetuesja të ndërhyjë. Trupa gjykuese doli në përfundimin se kufizimi i lirisë nuk ka shkelur Kushtetutën apo Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, pasi shërben për të garantuar mbrojtjen e hetimeve. Me këtë vendim, Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në qeli në pritje të përfundimit të hetimeve apo procesit gjyqësor në ngarkim të tij. Vendimi i plot dhe i arsyetuar i gjykatës kushtetuese pritet të zbardhet brenda fateve ligjore. Ky vendim vjen pas një betejë të gjatë ligjore të nisur që nga tetori i vitit 2024, kur GKK vendosi masën e parë të sigurisë ndaj ish-kreut të shtetit, njëherësh kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta.